ata që marrin përgjegjësi për me hym Big Brother, duhet me qenë shumë të vetëdijshëm se mas pari çfarë vendimi janë tu marr. Edhe e dyta, unë mendoj që një gabim që e bën secili banor që hyn aty, ftesa nuk ju vjen sot për nesër, ata janë shumë më herët përgatitur për që kanë me hyrë aty. Një gabim më të madh që e bën, që duhet me bëu si kushdo që vendos me hyrë në reality show, është me fol me të shtëpisë, me jau tregu, me mësu, me adaptu ata që mos më ndiku. A me fol me fol me të shtëpisë. Me fol. Me i bo ata i mund që mos me marrë nga zemrës kur gjatë që shkruat se ti aty ke hy. Aty ke hy ti me u desh cullak edhe ty me të pa qashtu. Figurativisht cullak, po thamë, u desh. Që nuk din ti si, nuk e din që ka me në, nuk din si ka më reja, nuk din si ku me perceptu. Du është një pregatit për gjatë do të keqe. Dhe më thonë ti aty e njës ditën e mirë mëngjes përfundon me konkshin drejshnit. Teorikisht ashtu është, po është ftirë se ti nuk din që me thonë, nuk din si ka më reja, nuk din ti se ti nuk e njeh veten. Si Sariola aty mëson shumë prej vetes. Ti nuk e din si çfarë personit ke më bën, shumë njerëz ndrojnë për asaj. A kupton? Ti bësh një njeri tjetër mas asaj eksperiencë.